Kam filluar punë në kuzhinë. Para 2 vjetësh kemi hapur të lokalin tjetër. Komuniteti shqiptar si shefa kuzhinës dhe kam filluar nga dal edhe promovimin e kuzhinës shqiptare. Një ditë do ta kemi një restorant shqiptar këtu në Lizbon. Fillimet e largimit kanë filluar para largimit përfundimtar. Në fillimisht në vitet 91 për 92 me rrugtimin e Greqinë, në atë kohë që si gjithë shqiptarët largoheshin për të fituar diçka për mbarimin e studimeve. I kam përfunduar studimet në vitin 1996 në Universitetin e Elbasanit. Edhe mbasi dhash mësim në shkollë në Shqipëri për rreth 1 vit e gjysmë, vendosa të nuk po e shikoja të ardhmen në Shqipëri dhe vendosa të largohesha në atë kohë përfundimisht në Gjermani.